arrestuar një person pasi dyshohet se ka kanosur kolegën e punës përmes telefonit. Mirëpo sipas raportit 24 orësh të policisë, i dyshuari nuk është dërguar në paraburgim pasi ka kërkuar trajtim mjekësor dhe po qëndron në QKUK. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi dyshohet se i njëjti përmes telefonit ka kanosur viktimën femër kosovare. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori dhe me vendim të cilit i dërguari dyshohet në mbajtje. I dyshuari ka kërkuar tretman mjekësor dhe është transferuar në QKUK, ku pas ekzaminimeve mjekësore, i njëjti është pranuar për kurim të mututjeshëm dhe është nën përkujdesje policore deri në vendimin e ardhshëm, thuhet në raportin e policisë së Kosovës. Gjithashtu, policia e Kosovës ka njoftuar se në shtim është gjetur një predh që dyshohet të jetë e luftës së dytë botërore. Rasti të njëjtën është raportuar në polici nga një burr. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se kishte hasur në një mjet të dyshim të pashpërthyer predh që dyshohet të jetë nga lufta e dytë botërore, thuhet në raportin 24 orësh të policisë. Në vendin e ngjarjes thuhet se kanë ndarë njësitet përkatëse policore, KFOR-i dhe njësiti FSK-s, të cilët kanë bërë tërheqjen e mjetit të dyshuar.